Këto janë ditë vendimtare për Shqipërinë për të përmbushur 5 prioritetet për të marrë statusin e vendit kandidat. Kur na ndajmë vetëm pak javë nga ky vendim, Ministra e Integrimit Klajta Gjosha tha se vendi është shpresë plot për marrjen e statusit, ndërsa shtoi se bashkëpunimi i opozitës në reformat që po ndërmerr vendi është i rëndësishëm. Qeveria ndërmori një sër masash konkrete për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar, duke hartuar edhe një plan veprimi. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian vendosën të shtynin deri në qershor të 2014-s çështjen e statusit, pasi vendet anëtare donin të bindeshin për qëndrueshmërinë e 5 prioriteteve. Edhe pse kanë kaluar disa vite përpjekjesh për integrim, qeveria është shpresë plot për marrjen e statusit kandidat. Dialogu me qeverinë dhe opozitën është i rëndësishëm dhe ne e dimë që opozita nuk mund të mbështesë qeverinë, por të paktën të jetë bashkëpunuese për reformat e rëndësishme që po ndërmerr vendi. Sipas ministres, reformat kyç si lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po ecin me ritme optimale. Gjithashtu ministria tha se qeveria është mjaft aktive për imazhin e vendit në Europë dhe më gjërë për të zbutur euroskepticizmin. Deklaratat ministri i bëri gjatë një takimi me student austriak, ku pyet nga studentët mbi hapat e vendit për integrimin në Bashkimin Evropian.